Takimi midis Flamurtarit dhe Elbasanit i zhvilluar mbrëmjen e sënës në Vlorë nuk u mbyll për gjatë 90 minutave, teksa tensioni nisur në 10 minutat e fundit të kohës së rregullt të takimit u zhvendos edhe jashtë ambienteve të stadiumit të Vlorës. Pas minutës të 81 të takimit, mos akordimi penaltis nxiti edhe më tepër përplasjen mes tifozerive brenda stadiumit. Për gjatë takimit, tifogrupet përdorën sharje në korë përkundrejt njëra tjetrës. Por pas forshëllimës së fundit të arbitrit, situata pas ndeshjes u tensionua edhe më tepër, duke dalë në shumë momente edhe jashtë kontrollit. Dy tifozerit janë përplasur në distancë, fillimisht verbalisht dhe më pas konflikti nisur verbal ka degeneruar në përballje fizike jashtë ambienteve të stadiumit të Vlorës. Policia e Vlorës ka ndërhyrë për të nxjerrë tifozerin vlonjate nga stadiumi. Më pas është përdorur gaz blocjelës, si dhe ka ndërhyrë forcat e ndërhyrjes së shpejtë për të normalizuar turmën e tifozerisë jashtë stadiumit të Flamurtarit. Vazhdoni, Vazhdoni se gjithë punën të policisë janë portën. Vazhdoni. Vazhdoni rrugën. Kamerare tjetër, çaj qëlloni me. Çaj qëlloni mo, zotri. Ka qëlloni mo, ka qëllon. Me kujdes veprimet policore, me kujdes, nuk është nevoja për... Nga ana tjetër, tifozët miq brenda stadiumit të pabindur edhe ndaj urdhrave të policisë nisën që të shkatërrojnë me shkelma stolat e tribunës dhe t'i hedhin këto të fundit jashtë murit të stadiumit, duke rrezikuar jetën e tifozëve që po dilnin në ato momente nga impjanti. Ose ka guri, hap! Situata nuk përfundoi me kaq, pasi u qetësuan ambientet e jashtme të stadiumit dhe tifozeria vlonjate u shpërnda në brendësi të stadiumit Flamurtari. Pas takimit vijuan konflikte dhe tensionet, ndërsa për të qetësuar turmën e tifozëve zbriti në fushë presidenti i Flamurtarit, Sinan Idrizi, që u bëri këtyre të fundit thirrje për qetësi. Në stadium ndërkohë hynë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, si dhe policia e qarkut Vlorë. Gjeçoni. Pas qetësimit të situatës, automjetet personale të tifozëve të Elbasanit, së bashku me autobusin e skuadrës dhe tifozët, u shoqëruan nga forcat e shumta të policisë së Vlorës deri në Levan, nga frika e ndonjë incidenti të mundshëm përgjatë rrugës.